jashtë, po do të më munduar mendoj që me marrë ushqimet me veti dhe del ma lirë dhe është ma shëndetshëm edhe mos më marrë me paragjykim. Të na kena atë pjesën halot, mos e le pjatën, hajës është gjuna, mos e le na fakën, a dini kena halo, këtë va shprehet, se e kum lexuar edhe me një artikull ku thonë nëse don për shembull me humb pesh, me humb kalorie, diçka kalori deficit diçka u kon puna, nëse do me pas kalori deficit, gjithmonë është nëse ti e lëm pjatën që ke hangër gjithmonë komplet, duhesh me hangër gjysmën, edhe gjysmën me lanë. Tash me lanë me derë. Po tash na i kena ato që trin për mi kry për shembull prindë. Edhe një senos po duhet të lidh me rëndësi me hangër ngadalë, se shumica e njerëzve na shqiptar hajnë shumë shpejt, edhe ti as nuk e din se ke hangër. Ushqimin duhet me shiju. Të janë se kjo thirrët në farë ushqyrje pa vedije, në hojna pa vedije. Ti e të këshyrë televizor edhe hanë, me të vetë dikush që ka hangër se din. Ushqimin duhet me shiju, me hangër nga dalë, do me thonë me të zgjatë ty dreka 10 minuta, dreka gradualisht 1 orë, 2 orë. Abden me familje, vikendov. 24 herë du të me mërtyp një kafshot, për mu trejtë në enzimat e gojes, se me vazhdu me kalun në ezofag edhe në luks me bo punën e vetë që shdu. Po, që ja, me 2-3 herë edhe. Ushqim me Me vërtyp të 24 herë, s'ki shonë sa me ungër sasin që andej që tash. Që një shprej ta gjeta me Me 3 kafshota. Pak kush e ka që shprehin që e theti për 1 orë, 2 për shembull, unë e kam që tash me full praktikisht, kum hangër shumë shpejt, e kum gadalsu pak, po për shembull, do lokale para një 4-5 viteve, kë e patëm pru një farë trendi që është hala me ta pru një lëng edhe pak buk para ushqimit kryesor. Edhe mu ma bishin lëngun e hëngsha lëng.